Po në mendoj që pas çdo kataklizme që ndodh, i duhen vendet lider që din me udhëheq, se më thonë, efektet e saj. Dhe ne e kemi pas një kaos total, e kemi pas një izolim të brendshëm edhe të jashtëm, edhe krejt qëto parakushte, krejt qëto rrethana, unë e mendoj e krijojnë edhe e skicojnë nevojën me pas një kryeministër i cili është i parashikueshëm për partner ndërkombëtar, po i cili ka vizion me transformu shoqërinë përmbrana. Shoqëria kosovare është zgjuar nga hipnoza e një iluzionistit dhe mashtruesit optik, edhe tani unë mendoj që ka nevojë për një vizion edhe për një platformë e cila neve na jap siguri. Sa i takon izolimit të jashtëm. Në këto 5 vite, ne kemi përmbys doktrinën diplomatike, kulturën diplomatike që kemi kriju tash 5 dekada të bashkëpunimit të thellë, të koordinimit të përhershëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian. Bedri Hamza, sekretari PDK-s, është ftu në shtëpinë e bardhë në ditën e Thanksgiving, si me ftu për Bajram të na, që është festa në Amerikë, është tu, ju kanë hap dyrt, dhe ma shumë se për mi bon derë PDK-s elektoratit saj edhe Bedri Hamzës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pranimin e Bedri Hamzës shtëpinë e bardhë e kanë skicu një kryeministër çfarë ata kanë nevojë edhe çfarë vendi ka nevojë. Një kryeministër i parashikueshëm, që din mi thonë jo edhe Amerikës, po që nuk është i legji, që nuk i prejnë mas shpine, që nuk është i pabes. Dhe unë mendoj që Bedri Hamza në aspektin dhe rrafshin ndërkombëtar këtë siguri ja jep Bashkimit Evropian, po mbi gjitha ja jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një personalitet i parashikueshëm. Në aspektin e brendshëm, ne kemi jetu në krizma të luftës, që 5 vjet edhe Albin Kurti edhe Vjosa Osmani i kanë friksu qytetarë që ka luftë. Paramendoni prind, të gjithë ata që janë prind, paramendoni si kur çdo natë me thonë fëmijës tuaj, që i kem një fëqin këto, që kome na mytë, kome na vra, kome na gri, hyri sot, hyri nesër. Cili është roli jëtë si lider në një shoqëri. Paramendoni viteve të 90-ta, ku ne jemi kanë ma keq, edhe në vitet të luftës, ti ke dëgjua që më tha që tu jap shpresë njerëzve në mal. Ju ka dhonë shpresë për me mbjetu dhe me luftu me armikun. Dërsa sot në liri, me 116 shtete që ja kemi sjell njoje, me ushtri, me polici, me autostrada, me shkolla, ai e përhap frikën. Nuk ka trimëri retroaktivisht. Ky po mundohet më bë trim në mënyrë retroaktive. Dhe që as ligji nuk e lejon këto. Këta korrupsionin retroaktivisht mund me bë, po trim retroaktivisht nuk mundesh më bë. 98-ën i liri prej Zvicrës ka në Kosovë, e plot të tjerë. Ka mujtë edhe ai, po në vend që të luftoj, ajo është vetë dorëzu. Nuk mundesh më kthy kjo, nuk kthehet më kjo. Dhe këtë kaosin që ka shkaktu, këtë lëmshën politik që ka kriju, i vetmi njeri që mundet me të fillu këtë lëmsh, sepse këti ka dal vegza, edhe prej qëti peni që përdorin këta, është Bedri Hamza, sepse njerëzit jep siguri. Njerëzit ka nevojë për siguri. Pa siguria e ka braktis këtë vend. Bedri Hamza është i qetë, është i matën, është bashkëpunus, është përbashkus. Edhe kjo është figurë që neve na duhet. Edhe kjo është kthimi në një raj, edhe në një kulturë politike që kemi pas para 30 vjetëve. Adem Domaçi, si kundërshtar politik i Ibrahim Rgovës, shkon te lidhja demokratike e Kosovës në ditën e konventës. Paramendone, e këto është kriju një polarizim qaqe thellë, sa që njerëz mendojnë që krejt ata që kundërshtojnë politikisht, përmbajtësisht Albin Kurtin, janë me Radojqiqin, me Vučićin edhe me Serbin. Pra, vetëm këtë din me ba, po qytetar ka nevojë për përbashkim, sa jemi bashku si popull, e kemi kriju edhe një përbashkim ndërkombëtar i cili këtij vendit i ka sjellë fitore diplomatike edhe të brendshme edhe të jashtme.